Mirëmbrëma të gjithëve, sot studioja e iMedia ka një dritë ndryshe. Jemi në muajin që ndryshon ritmin e kryeqytetit ton, që fik zhurmën e tepërt dhe ndez dritat e reflektimit. Tirana ka shumë simbole, por zemra e saj rreth tek xhamia e Etembeut. Sot kam nderin të kem në studio njeriun që çdo ditë komunikon me atë histori dhe me mira besimtar. Elton Karaj, imami i xhamisë së Etembeut, mirë se erdhët në iMedia. Faleminderit për ftesën. Atëherë ne kemi sipas traditës, nuk e di nëse jemi në rregull apo jo me informacionin që kemi hurma arabie për të çelur, e thash mirë çelur si që moti si dikur iftarin. Është kjo mënyra më e mirë për ta, sepse është dita e parë sot e Ramazanit. Kjo është mënyra më e mirë, fetarisht edhe tradicionalisht në kulturën fetare islame, që buron nga vetë profeti Muhammed a.s. Thuaj që e çelte iftarin me një prej dy të errëtave, dy të zezave dhe me to nuk kuptohej hurma, sepse hurma më e pëlqyer dhe më cilësore në vendlindjen e profetit Muhammed a.s. është shumë e errët. Axhua, quhet, e ka mbjell edhe me dorën e vet profeti ynë i dashur, dhe me hurmë dhe pastaj me një glënkuj, kur mungonte hurma që nuk ndodhte rrallë, domethënë, e çelte iftarin me një glënkuj. Me një glënkuj. Shumë interesante, dhe ne jemi kthyer pas në kohë për ta sjellë dhe në kohë e sotshme moderne. Në fakt unë thash dhe pak më përpara që xhamia ku ju jeni imam, xhamia e Etembeut, është, le të themi, pasaporta e Tiranës, është një nga objektet ikonike që tregon kryeqytetin shqiptar. Por kjo ndodh shpesh edhe për të huajt që vinë e shohin ndoshta vetëm thjesht si një objekt për të dalë në foto, por brenda saj ka shumë histori. Si ndihet një imam kur futet brenda saj? Cila është rutina jote e përditshme brenda asaj xhamie? Xhamia e Etembeut është vërtet një nga simbolet më të rëndësishme të Tiranës. Për mua është më e rëndësishme patjetër. Është një ndërtesë simbol edhe për mbar besimtarët musliman, por gjithashtu për mbar qytetarët e Tiranës dhe të mbar Shqipërisë, sepse xhamia e Etembeut e parë pa hyrë brenda ende, e parë nga jashtë, ashtu stoike, shumë elegante dhe e bukur siç është, që jep një hijeshi të veçantë edhe sheshit Skënderbej. Është simbol i qëndresës së besimit, është simbol i qëndresës së besimit në Zot. Është simbol i qëndresës së besimit që një ditët e errëta do të shkojnë edhe përsëri do të shndri horizonti, dhe është simbol gjithashtu edhe i triumfit të lirisë së besimit, të lirisë së fjalës, të çfarëdo lloj lirie që populli shqiptar dëshironte që të rifitonte edhe një herë pas vitit 90-91. Prandaj vetëm nga jashtë me qëndrimin e saj xhamia e Etembeut transmeton shumë. Për gjithë ndjes, për gjithë ata që na ndjekin, se kemi edhe breza të rinj që na shohin, duhet të kujtojmë që në vitin 67 zyrtarisht në Shqipëri u ndalua çdo lloj predikimi i çdo lloj feje. Pra nuk kishte mundësi që populli të besonte në një fe të caktuar, dhe ajo është një nga xhamit që i ka rezistuar edhe kësaj periudhe të errët të besimit shqiptar, në mos gaboj apo jo. Ashtu është një nga rreth 15 xhamit që i kanë mbijetuar. Flitet për rreth 700 xhami më parë, të cilat janë rënuar tërësisht gjatë një periudhe shumë të errët, ashtu si xhamit, patjetër edhe kishat edhe çfarëdo lloj objekti tjetër që ishte simbol i besimit, pra simbol i fesë, i çfarëdo lloj feje qoftë ajo. Dhe xhamia e Etembeut, për fatin e mirë të shqiptarëve dhe për një situatë mbase jo fort mirë të planifikuar edhe nga diktatori i famshëm, në fakt ajo transmeton një mesazh shumë të fortë, sepse në rihapjen e saj në vitin 91, 18 janar, është mbushur plot sheshi Skënderbej, një mall shumë i madh për të ripar edhe një herë xhamin. Por pastaj kur hyn brenda në ambientet e xhamisë, aty përkthehet në një ambient masivisht shpirtëror. Çdo gjë materiale, çdo gjë
halli i kësaj bote mbetet jashtë atyre mureve, sepse duke nisur që nga struktura e xhamisë, po gjithashtu ambienti i brendshëm, shkrimet në muret e xhamisë, edhe zbukurimet, stolit me të cilat xhamia e Thembeut si rrallë herë xhami gjen në botë kaq e zbukuruar dhe kaq e stolisur, është unike. Është unike dhe çdo gjë e pikturuar, e vizatuar në xhami transmeton patjetër një mesazh. Është një nga xhamitë e rralla që të katër muret i ka të ndryshëm nga njëri tjetri, është asimetrike dhe në përbërjen e saj përmban elemente të cilët vazhdimisht të kujtojnë jetën e përtejme, vazhdimisht të kujtojnë shpirtëroren, vazhdimisht të kujtojnë lidhjen me Zotin, prandaj ajo vetë të thith në atë ambientin e saj, nuk të lejon që të dalësh jashtë rutinës së një ambienti shpirtëror, është një ambient modest edhe relativisht i vogël krahasimisht me xhamitë e mëdha që edhe para preferohen, por është një nga destinacionet kryesore të çdo besimtari musliman i cili për të falur në xhaminë e Thembeut bën një udhtim enkas për të ardhur deri atje. Ne themi gjithmonë që xhamia e Thembeut, të themi në distancë është larg për çdo kënd, pra nuk është një xhami që i gjejmë tek lagja aty pranë që kam 2 minuta kohë dhe mund të zbres në faltore, por është një xhami në të cilën vihet enkas, synon, ti bën niyeti themi ne që të shkosh dhe të falësh një vakt në xhaminë e Thembeut. Po kështu edhe për ditët e premte, po kështu edhe për orare të tjera. Për kohë feste vijnë jashtëzakonisht shumë njerëz gjatë muajit Ramazan. Ajo është plot për plot, thuajse 24 orë. Për një 10 ditë të paktën është 24 orë thuajse e hapur xhamia. Por kemi edhe shumë turistë që në fakt kjo është e vërtetë, sepse e kam vënë re edhe vet kur jam pranë qendrës së Tiranës që shumë të huaj vinë dhe ndoshta i tërheq vëmendjen edhe le të themi struktura e jashtme dhe më pas kam parë që futen dhe brenda për ta vizituar. Patjetër, xhamia jon në orare të caktuara për shkak organizimit, domethënë për shkak prakticiteti, në orare të caktuara është hapur enkas dhe vetëm për vizitorët në pjesën e paradites ku nuk ka namaz për të falur, nuk ka të themi ndonjë rit fetar që e ka detyrim ndonjë besimtar që të vi. Xhamia është në thonjza e mbyllur për besimtarët, si më thën, është tërësisht e dedikuar për turistët, për vizitorët, të cilët e kanë orarin kryesor, por që nuk mungojnë edhe gjatë ditës më pas. Thuajse gjatë gjithë ditës xhamia e Thembeut vizitohet, gjatë verës bëhet fjalë për në ditë 500 deri në 1500 ndonjëherë vizitorë në ditë. Po është një shifër shumë e lartë. Por që është në një vend shumë praktik për të ardhur për të vizituar, është në sheshin e Tiranës, edhe njerëzit zakonisht kanë lexuar përpara në lidhje me xhaminë e Thembeut ose minimalisht kanë marrë një informacion dhe më pas kjo mbijetesa ndaj komunizmit është një nga elementet kryesorë që shtyn një vizitor të vi ta shikojë. Për ta parë nëse është ruajtur, nëse ka mbetur diçka që nga fillimi, se në fakt kam lexuar dhe nuk e di nëse jam i saktë apo jo, që janë dashur rreth 3 dekada, pra 28 vjet për tu ndërtuar. E ka nisur babai, pastaj i biri, është e vërtet? Është e vërtet sepse ka zgjatur tek rreth 30 vite ndërtimi i saj. 28-30 vite. E ka nisur Molla Bey. Molla Bey është babai i Thembeut, që ka emrin e cilit mban dhe xhamia. Ka nisur Molla Bey dhe xhamia është e përpërur nga dy, të themi, struktura kryesore. Një është kuadrati i brendshëm që është salla kryesore dhe pastaj është holli, pjesa që e vesh në të majt edhe në pjesën ballore të xhamisë. Pjesa kuadrate, salla e brendshme, është mbuluar nga kupola e rrumbullakët që ne shohim nga jashtë. Pjesa tjetër edhe qark është me çati klasike, është struktura arkitekturore ballkanike kjo, mënyrë se si ndërtoheshin xhamit. Shumë xhami kanë qenë vetëm me çati, por është gjysmë osmane dhe gjysmë ballkanike xhamia e Thembeutit, ka të dy elementet të integruar. Molla Bey ndërton pjesën e brendshme të xhamisë, pjesën e jashtme e ndërton i biri i tij Ethembey. Nga se mori dhe emrin? Nga se mori dhe emrin xhamia, dhe në pjesën e jashtme të xhamisë është edhe varri i Ethembeut, aty fle edhe Ethembeu. Prandaj është pjesë reale e kulturës islame vendase të Tiranës, xhami të vogla,
me çati, shumë të zbukuruara, me stoli të shumta, asimetrike, ku gjen në mure edhe piktura ndërtesash, që kjo nuk është as pak klasike, ka në xhami të rralla, por që i gjejmë në xhaminë e Thembeut, edhe çdo cep i xhamisë e Thembeut është i pikturuar dhe sidomos është ruajtur origjinaliteti i afreskut të xhamisë e Thembeut. Ajo ka pasur në mënyrë parciale disa restaurime, madje edhe fotografi të ushtarëve italianë të cilët restauronin një pjesë të afreskut të xhamisë e Thembeut, dhe më pas është restauruar tani në kohët moderne në mënyrë tërësore. Xhamia e Thembeut dhe gjithmonë është ruajtur origjinaliteti i saj. Është shumë interesante në fakt se jetojmë në kohë ku informacioni është i shpejt, jetesa është shumë e shpejt, dita është shumë e shpejt, lind shpejt dhe perëndon shpejt, dhe në fakt duhen 28 apo 30 vite për të ndërtuar një xhami. A është ky një mesazh për treguar që gjërat e rëndësishme, gjërat e vëra duan kohë që të vinë? Është e vërtet, të ndërtosh është gjithmonë edhe më e vështirë. Kur flasim edhe në ato kushte të përpara 200 ca viteve, patjetër që ishte edhe më e vështirë, por është duhet më shumë për kujdesje. Struktura e xhamisë është shumë e shëndetshme, është ndërtuar në një terren shumë të mirë. Ne këto i kuptuam vetëm pasi nisën restaurimet, sepse u desh që të bëheshin studime për tokën, për dheun, atëherë si kanë parë këto element nuk e di, por që është një punë shumë e suksesshme, e pavarësisht tërmeteve dhe gjërave ndryshme që kanë ndodhur, xhamia e Thembeut nuk ka pasur problematika. Përveç se gjatë luftës së dytë botërore është rrëzuar minare sepse ka goditur një bombë, dhe ajo është rimontuar edhe një herë. E njëjta është rimontuar, madje kur xhamia minarja e xhamisë së Thembeut ka shkallë për brenda dhe mund të ngjitesh deri në majën e saj. Unë jam ngjitur një herë, edhe gjatë rrugës dallohen edhe shenjat se ku janë bërë dëmtimet edhe ku janë riputhitur edhe një herë, janë rimontuar. Është rimontuar pjesa e sipërme e minarjes së xhamisë së Thembeut. Dhe është bërë një punë e mirë, është ruajtur vërtet me shumë kujdes. Elton, sot është dita e parë e Ramazanit. Shumë njerëz mund të thonë pse duhet një njeri, ose unë jam njeri i mirë, nuk vras, nuk thyej, nuk shaj, nuk ofendoj, pse duhet sakrifikoj veten të rri pa ngrënë dhe pa pirë? Është e vërtet, kjo është pyetje të themi logjikisht legjitime. Është e drejtë. Dhe në radhë të parë të konstatojmë diçka që nëse jemi njerëz të mirë, kjo është gjë shumë e mirë. Dhe ne të vazhdojmë që të jemi të mirë. Por ama mund të bëjmë dhe gabime edhe pse jemi të mirë. Për te asaj. Pra një person që ka, të themi, instaluar në veten e tij mirësinë dhe që ka kryefjalë të ose udhëheqës të jetës së tij, në radhë parë kjo është një fitore shumë e madhe në shoqëritë e sotme, ku edhe tek e keqja shkohet shumë lehtë, shkohet shumë kollaj. Në radhë parë ky është një hap i mirë. Në radhë të dytë, ne themi gjithmonë që njeriu është i përbërë nga dy aspekte, dhe kjo është e pamohueshme praktikisht, është i përbërë nga aspekti material, fizik, dhe është i përbërë gjithashtu edhe nga aspekti i tij shpirtëror. Ka gjëra të cilat njeriu nuk i sheh, ato që ai nuk i sheh janë brenda tij. Nëse gjaku del nga mishi, do të thotë që kjo është fizike, është në të, por ndjenja ndodhet diku, dhe sigurisht që ndjenja nuk ndodhet në një copë materiale. Ne themi zemra, por nuk është kjo zemra e cila rreh këtu. Ai është shpirti i njeriu, është zemra. Njeriu përbëhet nga dy njësi, një është materiale, tjetra është shpirtërore. Çdo gjymtyr, çdo pjesë e trupit njeriu ka këtë fiziken, ka edhe atë shpirtëroren. Edhe zemra, edhe mendja kanë atë fiziken, por kanë edhe atë shpirtërore. Këto janë të ndërthuara shumë mirë me njëra tjetrën. Njëra nuk bën dot pa tjetrën, ose më saktë, të paktën trupi nuk bën dot pa shpirtin, sepse shpirti mund të mbijetojë pa trupin dhe mund të kalojë edhe në një veshje tjetër, sepse kështu do të jetë edhe ringjallja sipas besimit islam. Por siç ushqejmë trupin, kemi nevojë që të ushqejmë edhe shpirtin. Për shembull, ne këtë mund ta identifikojmë në mënyrë shumë të thjeshtë. Një person i cili psikologjikisht, emocionalisht ndihet keq, kërkon mbështetjen e një personi tjetër. Ai personi tjetër nuk i bën asnjë gjilpër, nuk i jep asnjë ushqim të veçantë, mjafton vetëm që ta dëgjojë që ai të flasë për shkak, të komunikojë me të. Mjafton për shkakun që t'i ofrojë atij një zgjidhje
t'i ofrojë një këndvështrim ndryshe për jetën dhe ai do të nisë që të ndihet mirë. Këto janë gjëra të padukshme. Këto janë gjëra të cilat ne nuk i shohim me sy. Këto janë gjëra të cilat ne nëpërmjet shqisave tona i transmetojmë në shpirtin tonë, edhe ai shpirti joni i ndjen këto mirësi. E ne themi që mënyra më e mirë ose ushqimi më i shëndetshëm që ne mund t'i japim shpirtit është ai që na ka bërë të ditur krijuesi i shpirtit njeriut. Sepse ne shpirtin nuk kemi se si ta analizojmë, nuk kemi se si t'ia shikojmë molekulat, apo si ta përbëhet, nga se përbëhet, për çfarë ka nevojë për diçka të prekshme. Prandaj këtu është lidhja e fortë e njeriut me Zotin, me krijuesin e tij dhe karshi gjithë mirësive duke nisur nga trupi, duke nisur nga krijimi, duke nisur nga ekzistenca e tij. Por gjithashtu duke i dhënë edhe çdo gjë tjetër që përbën jetën e njeriu, ne themi që karshi këtyre mirësive nevojitet një falënderim. Se patjetër një njeri na ndihmon derën na hap, ne i themi faleminderit. Çantën na mbaj, ne i themi faleminderit. E krijuesi i gjithçkaje, i njeriu dhe çdo gjëje që ka, meriton një faleminderit. Si ta bëjmë këtë faleminderit? Këtë faleminderit ne do ta bëjmë duke njerëzit tanë më dashur i gëzojmë duke blerë dhuratën që ai pëlqen më shumë. Duke i gëzojmë duke blerë dhuratën ashtu siç ne pëlqejmë më shumë. Kështu që edhe këtu në këtë rast me një logjikë të thjeshtë për të themi për të kuptuar logjikën e çështjes së adhurimit, është si ne mundet që të shprehim falënderimin ndaj Zotit, si mund të shprehim adhurimin ndaj Tij. Dhe këtu është diktuar që ka disa trajta të ndryshme. Njëra prej tyre është duke sakrifikuar nga diçka që për ne është e rëndësishme, që është ushqimi ditor. Ushqimi ditor, njeriu e nis agjërimin për shkak të urdhrit të Zotit dhe e mbyll agjërimin përsëri për shkak të urdhrit të Zotit. Fakti që e nis në një orar të caktuar që neve na është diktuar nga feja, pra nga Zoti, dhe fakti që e mbyll po në një orar që na është diktuar, tregon vetëm për kushtimin e devotshmërisë. Çfarë rëndësie kishte 1 minutë para, 1 minutë më brapa. Zoti nuk i shtohet gjë dhe as nuk i paksohet asgjë. Por fakti që zbaton një urdhëresë të caktuar, kjo tregon ndjeshmërinë, devotshmërinë dhe përkushtimin. Kështu njeriu themi gjithmonë që në çfarë ka urdhëruar Zoti është e dobishme si fizikisht, shpirtërisht, edhe moralisht, emocionalisht për gjithë secilin prej nesh. Patjetër që këto pastaj janë edhe gjëra të cilat përjetohen. Pra, këtu ne nuk mund ta ndajmë me thikë që duke bërë neve një shpjegim të tillë të bindet çdo kush që dëgjon. Kjo është me përjetim. Njeriu nis që të agjërojë 1 herë, 2 herë, 3 herë brenda atyre kritereve dhe kushteve të cilat e bëjnë agjërimin më të frytshëm dhe bëjnë më të dobishëm për të. Me disa prova pastaj njeriu do të nisë ta ndjejë atë shpirtërisht. Prandaj agjërimi në fakt duke qenë edhe një aktivitet relativisht i thjeshtë, pra mund ta bëjë çdo kush, nuk është si diçka e tillë që të falesh, duhet që të dish rregullat si bëhet, si kryhet, kur bëhet. Të marrësh abdes, të shkosh në xhami, të dish ato fjalë që duhen shpjeguar, kurse agjërimi është më i thjeshtë. Ndalon ngrënien dhe pirjen deri në një orar të caktuar dhe rifillon pas një orari të caktuar, prandaj edhe është përhapur më shumë. Edhe depërton më thjesht në shoqëri, njerëzit kanë këtë ndjenjë që po sakrifikojnë diçka për krijuesin e tyre. Kjo është një ndjenjë e jashtëzakonshme. Ndjenja e sakrificës për dikë tjetër i sill njeriu një kënaqësi e cila është e papërfitueshme nga çfarë do lloj veprimi tjetër që ne të bëjmë. Këtë ta jap vetëm ndjenja që un po sakrifikoj diçka për hatër dhe kënaqësi të krijuesit, për hatër dhe kënaqësi të Zotit. Dhe kjo i këmbehet pastaj edhe me atë ndjenjat e thella shpirtërore dhe fetare që ka plojnë gjithë secilin për nesh. Shiko, në fillim të bisedës më thej që profeti Muhammed ndjes e çelte iftarin me një hurm ose me një glëng ujë. Jam i sigurt që edhe tani që po flasim ka një, le të themi, boom videosh apo kronikash, lajmesh, çel iftarin në një vend, çelet iftarin në një vend tjetër etj me radhë. A është kjo një mënyrë për iftarin më të bukur në thonjza, apo është edhe një mënyrë për të afruar të rinjt drejt besimit ndaj Zotit? Po, iftari në fakt përmban një simbolik të rëndësishme. Pra, tavolina e iftarit është tryeza e iftarit, sofra e iftarit, është e njohur që bashkon njerëzit pavarësisht
kahjeve të tyre, botkuptimit, këndvështrimin ndaj botës. Dhe di që ti afroj dhe që ti ul rreth e qark të njëjtës sofër. Në këtë këndvështrim sofra e iftarit është një sofër shumë e bereqetshme. Është një mundësi gjithashtu që edhe njerëz të cilët nuk kanë agjërimin në jetën e tyre, në një ftesë të veçantë për një iftar të caktuar, qoftë e organizuar nga individ, nga persona, që kjo ndodh shumë, qoftë e organizuar nga institucione të ndryshme që tashmë kjo kryhet edhe masivisht, është një mundësi e artë për të dëgjuar dy fjalë rreth iftarit. Është një mundësi e artë për të themi për të gjendur në një ambient fetar. Patjetër që çdo çfarë do lloj ambienti është i abuzueshëm. Edhe ambienti brenda xhamisë është i abuzueshëm. Edhe ligjërimi në të themi hutben e xhamisë e Tembeut, jeni në qendër të Tiranës ku të dëgjojnë shumë njerëz, nëse dëshiron që ta abuzosh, është i abuzueshëm. Por në përgjithësinë përpiqemi që këto ambiente të jenë sa më edukuese, të dëgjohen dy fjalë rreth besimit, sepse mund të jetë një nga rastet e rralla që një person të dëgjojë diçka rreth fesë. Pastaj për hapjen masive atje ku ka shifra të larta, patjetër ka edhe gjëra në thonjza deri diku të rreme apo jo të vërteta. Domethënë këto janë pjesë e rrezikshmërisë së këtyre lloj aktiviteteve. Megjithatë, përhapja e fetares, nëse sidomos imamët, pra klerikët, të themi në përgjithësi për të gjitha besimet, janë të vetëdijshëm edhe nuk lejojnë që të abuzohet me to, atëherë besoj që do të mbetet brenda kontureve. Këtu një pjesë e mirë e shoqërisë, tashmë mund të mbase dëgjojnë shumë gjëra edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, por nëse dikujt i vjen një ftesë për iftar, një herë në jetën e vet, minimalisht, të shkojë të marrë pjesë në atë ambient, sepse patjetër që e folura e dëgjuar nuk është njësoj si e bërë dhe vepruara. Është shumë e vërtet. Jetojmë në një kohë paqeje, në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe shpesh më ndodh të dëgjoj njerëz që thonë ç'të bëj unë se jam me Ramazan pa ta tregoja unë qefin. Nga ana tjetër kemi edhe një kategori njerëzish që hapin telefonin, shtypin komente denigruese, fyese. A janë të ndaluara këto gjatë muajit të agjërimit? Këto janë rreptësisht të ndaluara, sidomos gjatë muajit të agjërimit. Të themi që mesazhet denigruese, ofendimet apo këto ndjenjat e ashpra, gjua e urrëties, patjetër. Gjua e urrëties, sidomos është jashtëzakonisht shumë e përhapur tashmë që çdo kush ka mundësinë që të flas, çdo kush ka mundësinë që të dëgjohet. Ka një dritare në dorë. Ka një dritare në dorë për të komunikuar me mbar globin, me mbar botën. Në fakt feja fton gjithmonë në vetëpërmbajtje. Krijimi i qiellit dhe i tokës gjendet qëndron i shëndetshëm në një ekuilibër, ka një ekuilibër në tërgjithësinë. Një ekuilibër mes tokës dhe planeteve të tjera, 1 milimetër po të lëviztet ato do të përplaseshin. Ky ekuilibër duhet pasqyrohet edhe në jetën e njeriut. Edhe në jetën e njeriut duhet të ketë një ekuilibër. Thuhet në Kur'an që ne ju kemi krijuar si një popull të mesëm, pra për të ruajtur mesetaren në çfarëdo lloj gjëje. Mos ta egzagjeroni. Nëse egzagjerohet, prishet ekuilibri. Për shembull thuhet që njeriu ka detyrime fetare, por ka edhe detyrime materiale ose të themi financiare, familjare. Këtu duhet të ruajtur një ekuilibër. Këtu nuk duhet të egzagjeruar me asnjërin. Nuk themi as që të jetë 24 orë të falet, të jetë gjithë vitin agjërueshëm, atje ka ndaluar profeti Muhamedi alayhis salam. Këtë e ka ndaluar. Njëri prej shokëve të tij thotë që i dërguari i Zotit 1/3 e natës e kalonte duke u falur. Ai thotë ai është i dërguar 1/3 kalon me namaz. Unë duhet bëj më shumë, sepse ai është i përzgjedhur, edhe ai përsëri bën kaq shumë adhurim. Unë duhet të qëndroj tërë natën. Prandaj nuk kam kohë që të martohem, nuk kam kohë për familjen, thotë profeti alayhis salam, janë ndalon aty. Unë jam profet dhe bëj kaq. Ju patjetër që Zoti do kërkoj më pak për ju. Unë kam përgjegjësi më të madhe. Ju keni përgjegjësi më të ulët. Kështu në çdo fushë të jetës, dikush thotë që do agjëroj çdo ditë për shkak gjatë gjithë vitit. Ai ndalon e thotë që agjërimi më madh është një ditë po, një ditë jo. Po ju keni detyrim Ramazanin. Niseni me Ramazanin, bani Ramazanin, pastaj filloni gjërat e tjera.
Pra ekuilibri në jetën e njeriut është thelbësor. Muaji Ramazan është një muaj që ato të cilat ne më lehtësisht ja lejojmë vetes son, pavarësisht se janë të ndaluara, për një kohë të caktuar na tërhiqet vëmendjen që të paktën në një muaj stërvite veten tënde, pak me vetëmbajtje. Kjo është një energji që ne themi që shpresojmë besimtarit i mjaftoj për pjesën tjetër të vitit. Megjithatë, janë këto 30 ditët, ëh? Janë këto 30 ditët. Megjithatë, jo të gjithë ne ja dalim dot, jo të gjithë ne në çdo moment kalojmë kohë cilësore edhe me agjërimin, edhe me adhurimet. Mund të jemi duke u lutur, duke u falur, mund të jemi në xhami, por mendjen mund ta kemi tek diku, tek një hall, tek një problem, tek diçka materiale jashtë. Ky është realiteti i njeriu. Kjo është sprova e tij. Ky është testi prej të cilit gjithë secili prej nesh kalon, por është e shprehur në mënyrë shumë të qartë. I dërguari i Zotit thotë që Zoti nuk ka nevojë që njeriu të qëndrojë me stomakun bosh, nëse gjuha, syt, veshët e tij nuk agjerojnë. Pra është mesazhi shumë i qartë. Gjithë secili prej nesh ka një periudhë e cila vlen më shumë për vetë përmbajtje. Po pse jashtë Ramazanit ta nuk është ndaluar? Po, e ndaluar është, por në Ramazan është edhe më e ndaluar. E shpjegojmë këtë, themi për shembull që të vijë një hajdut dhe të vjedh shtëpinë dhe të thonë që filani nuk e njeh. Po thua gjë shumë e keqe, përse të vjedhësh shtëpinë e tjetrit. Po të vijë komshiu të vjedh shtëpinë tënde është shumë më e keqe. Prandaj këto vepra janë të ndaluara të këqija jashtë Ramazanit, por gjatë Ramazanit janë edhe më të ndaluara. Edhe më të ndaluara. Prandaj ky është ai koncepti që ne duhet kuptojmë që Ramazani është një ofertë shumë e mirë për të fituar disa fish një edukim. Zoti hap dyert e parajsës dhe mbyll dyert e ferrit, edhe kyç shejtani, thot profeti i dërguar i Zotit alayhis salam. Prandaj shpirtërisht, emocionalisht është një periudhë e cila është shumë mirë e shfrytëzueshme, që do t'jap dobi për një periudhë të gjatë dhe kjo është e provuar. Nëse dikush mban Ramazan ose agjeron për, le të themi, nga 30 ditë agjeron 25 ditë, sepse në ditën e 26 nuk është në gjendje se muret, si janë këto rregullat? Mund ta shty, mund ta agjeroj një ditë më shumë? Besimi islam është ndërtuar mbi shëndetin. Në radhë parë që të kryesh një adhurim duhet të jesh i shëndetshëm. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe shumë logjike. Është shumë e rëndësishme. Aplikimi, praktikimi i besimit, që janë vepra siç janë adhurimet, agjërimi, apo falja e namazit, apo dhënia e zakatit vjetor, këto janë të ndërtuara të gjitha mbi mirëqenien shëndetësore dhe financiare të personit. Prandaj, një person që fizikisht mjeku profesionist që njeh edhe rëndësinë e Ramazanit dhe të agjërimit, i thotë që ti nuk agjeron dot, edhe sikur të jetë 10 vjeç, sikur të jetë 15 vjeç, sikur të jetë 20 vjeç, sikur të jetë 40, çfarë do lloj moshi që të ketë pas një diferencë, ai person nuk duhet që të agjerojë. Pra nëse i rëndon shëndetin personit, nëse sumuratën, se rrezikon jetën e tij, ai person nuk duhet që të agjerojë. Nuk e ka në dorë të agjerojë apo. Nuk duhet që të agjerojë dhe është dhënë zgjidhja, të themi fetarisht, diçka praktike për këtë. Për çdo ditë që nuk agjeron, ai jep një lëmosh e cila quhet fidje. Dhe kjo është sa sadakaja e fitrit, i themi ne, e cila jepet në fund të Ramazanit, rreth si vjetësh përcaktuar nga Komuniteti Musliman i Shqipërisë, rreth 4000 lekë të vjetra. Prandaj për çdo ditë që një person që nuk do të agjerojë dot kurrë më në jetën e vet, ja ka thënë mjeku që ti kurrë nuk do të agjerosh dot më, ai për çdo ditë që nuk agjeron dot, i jep një lëmosh. Ditët e tjera. Kujt ja jep të lëmosh? Dikujt, një familje që është në nevojë. Një familje që është në nevojë. Lëmosha duhet të shkojë patjetër njerëzve të cilët janë në nevojë. E para punës është kjo, e dyta punës është fakti që për shembull disa persona kanë punë shumë të rënda fizike. Dhe nuk e përballojnë dot. Nuk e përballon dot agjerimin. Përsëri me këshillimin e një mjeku, ai do të shikojë, nëse nuk e përballon dot, përsëri do ta shtyjë për ditë të tjera të cilat e ka mundësinë që ta agjerojë, sepse fizikisht ai është i shëndetshëm. Mund ta agjerojë dot jashtë Ramazanit. Por nëse e ka të pamundur që të lërë punën, ta lehtësoj punën, për shkak kushteve financiare dihet tash më shumë njerëz janë në këto situata, ai do ta provojë një herë dy herë, nëse e ka të pamundur, atëherë do ta shtyjë agjerimin e tij. Persona të cilët janë të smur përkohësisht,
do ta shtyjnë agjërimin e tyre për jashtë Ramazanit. Persona të cilët janë në udhëtim. Udhëtim në Islam do të thotë të kryesh një udhëtim mbi 90 km distancë. Nëse je në një udhëtim mbi 90 km distancë, atëherë përsëri e ke të lejuar që të mos agjërosh. Pra, është në zgjedhjen tënde. Nëse ti zgjedh që të shkosh nga Tirana në Shkodër, ti vendos vetë nëse do të agjërosh atë ditë apo do ta shtysh për një ditë. Kur je udhëtar është kështu. Pra, ti po deshe agjëron, nëse jo, domethënë nuk e agjëron. Zakonisht prirja është që besimtarët të agjërojnë. Ramazani ka një ndjeshmëri shumë të lartë, edhe ata që janë të smurë dhe ata që kanë punë të rënda përballen me shumë njerëz sakrifikohen, sepse vetë shpirti i Ramazanit është sakrificë. Po bëj një punë më të rëndë, kam shpërblimin, sevapin më të madh. Dhe ashtu është vërtet. Koncepti fetar ashtu është, sakrificë më e madhe, shpërblim më i madh. Por megjithatë, ne themi që i këshillojmë besimtarët që nëse kanë shqetësime serioze, duhet marrin patjetër këshillimin mjekësor dhe mjeku të identifikojë që të agjërojë ose mos të agjërojë. Më përmendet pak le të themi përciptazi fëmijët, kur mund të fillojë një individ të agjërojë, në ç'moshë? Në qasjen islame, adhurimet janë të kategorizuara në bazë të përgjegjësisë. Ka adhurime të cilat janë detyrime, ka adhurime të cilat janë të këshillueshme, në dy kategori kryesore. Agjërimi i muajit Ramazan është në kategorinë e adhurimeve detyrim për besimtarët, po për kë? Një besimtar musliman, dy ketë arritur moshën e pjekurisë, dhe tre të ketë zhvillim mendor normal, që do të thotë ky është një urdhër, ai ta perceptojë që mua më është urdhëruar një gjë e tillë, atëherë kam për detyrë që të kryej agjërimin. Mosha e pjekurisë është edhe mosha e pjekurisë seksuale dhe njëkohësisht pak a shumë është edhe mosha e pjekurisë intelektuale, pra që bën diferencimin e gjërave, të mirë nga e keqja, çfarë është urdhri, çfarë është këshilla. Dhe për djemt është tek rreth 14, 15, 16, këto 3 vite luhasin, te për vajzat është 12 me 14 zakonisht pak më herët. Ky është një proces biologjik, pra në bazë të zhvillimit të trupit të fëmijëve, gjatë kësaj periudhe ata e kanë tashmë detyrim, sepse quhen të rritur, kanë arritur pjekurinë fizike, gjithashtu edhe pjekurinë intelektuale, i dallojnë të gjërat, marrin përsipër përgjegjësi dhe prandaj nis edhe përgjegjësia fetare, por patjetër që edukimi për adhurimet is shumë më herët. Pra, profeti Muhammed alayhis salam këshillon moshën 7 vjeçare. Moshën 7 vjeçare këshillojeni që të thirreni që të vinë në namaz. Në moshën 10 vjeçare, pastaj urdhërojeni thotë që të vinë në namaz. Eja në namaz me mua, shkojmë bashkë. Dhe në moshën 13 vjeçare tashmë duhet që të nis në mënyrë sistematike. Po, në mënyrë sistematike. Kjo qasje vlen edhe për agjërimin. Për shembull, fëmijët e vegjël i themi që të nis agjërimin nis shumë herët në mëngjes. Por ty të nis agjërimin në orën 8 deri në orën 12 për shembull. Pra të ndiej që për një pjesë të ditës ai po agjeron. Duke u rritur, shton harkun kohor dhe duke u integruar në fashën. Integruar dal nga dal. Pra kjo duhet bërë në mënyrë jo urdhëruese, duhet bërë në mënyrë këshilluese, duhet bërë në mënyrë edukative dhe mbi të gjitha duhet bërë duke u bërë vetë shembull. Pra duke e parë në jetën tonë. Nëse shembulli nuk është, nëse ne nuk kemi një model i mirë, atëherë mund të ndodhin çfarëdo lloj problematike. Por edhe themi adhurimet fetare, patjetër që duhet të ketë një gradualitet nëpërmjet të cilit fëmia në mënyrë të këndshme, me bindje dhe me ndjenja pozitive, të integrojë adhurimet në jetën e tyre. Nëse vjen një i ri tek ju dhe ju thotë që unë nuk jam i denj për të agjëruar sepse kam bërë gabime, kam bërë mëkate, çfarë i thoni? Kjo javën e kaluar ndodhi, erdhi një djalosh shumë i ri. Një djalë shumë i ri, besoj që ishte tek 6-17 vjeç, diçka e tillë. Kishte disa themi element negativ në të shkurën e tij, për fat në keq disa vese nisin shumë herët në shoqëri, që edhe gjërat më negative ndonjëherë janë shumë lehtë aksesueshme.
nga ajo mosh besoj që është e kuptueshme se për çfarë bëhet fjalë. Dhe erdhi më takoi pas faljes së të premtes së xumas. Dhe në fakt unë gjatë ligjërimit po flisja për faljen e Zotit, pra që është mundësia shumë e mirë gjatë muajit Ramazan të përkushtohet edhe një herë personi, se ky është ligjërimi të premtes para muajit Ramazan. Dhe ai erdhi me shumë kështu pastërti dhe sinqeritet, dallohet personi, domethënë që pra si më thënë, a ka falje edhe për mua, pra që kam bërë këto gabime, kam bërë ato gabime. Ishte i sinqert, ti tregoi gjitha gabimet, duke shumë i sinqert. Unë patjetër që ne nuk merremi me të themi çfarë gabimesh ke bërë, këto gjëra nuk i themi, por personat vinë dhe kanë nevojë që të flasin, pra kanë nevojë që të rrëfehen, kanë nevojë që të shprehin ato që mendojnë që nga ndajnë shqetësimin me dikë tjetër. Ndajnë shqetësimin me dikë tjetër, marrin një këshill të vogël dhe shqetësimi i tij parsor ishte pikërisht ky. Pra, si më thënë që unë kam bërë X gabime, a më pranohet agjërimi mua. Fakto janë dy gjëra të shkëputura tërësisht nga njëra tjetra. Kjo është një nga aspektet më pozitive dhe që tregon mëshirën e Zotit në fenë islame. Fakti që kriteret për të pasur një agjërim të pranueshëm nuk janë kështu të përgjithshme. Ti je njeri i mirë, nuk është ky kriteri. Ti duhet të kuptosh se sa njeri i mirë je apo çfarë gabimi ke bërë. Kjo është pjesë e procesit dhe të themi të jenë gjëra të integruara. Të agjërosh, njëkohësisht ti je njeri i mirë. Jo ti je njeri i mirë dhe të mos agjërosh, por nga ana tjetër të agjërosh dhe të mos jesh njeri i mirë. Pra, të mos sillesh mirë me njerëzit, të mos jesh korrekt, të mos jesh i rregullt. Kto duhet të jenë të integruar. Pra, nëse ne do të thoshim për shkakun që nëse ti ke bërë shumë gabime, agjërimi nuk quhet se çka kuptimi ka. Nëse do thoshim kështu, shumë njerëz do të ishin pesimist, nuk do kishin gjetur zgjidhje. Por feja, se nuk e vendosim ne, kështu ka vendosur Zoti. Feja thotë që nëse ndalon ngrënien, pirjen dhe marrëdhëniet intime, duke nisur nga mëngjesi, nga sabahu i themi, deri për akşam, ky është agjërimi. Në radhë parë, kjo është baza, ky është thelbi. Pra, janë disa rregulla bazë, më pas është shumë të qarta, konkrete, jo gjëra të interpretueshme nga njëri dhe nga tjetri, dihet kur është agjërim, dihet kur prishet ky agjërim. Tani, një person që është i vetëdijshëm, këto rregulla nuk kanë lidhje me këtë jam njeri i mirë, jam njeri i keq. Tani, këto rregullat në ambientin e agjërimit, njeriu do ta tërheqin për tek e mira. Sepse nëse ne do ta bënim ndarjen me je njeri i mirë, je njeri i keq do mbeten në të keqen e tij. Nuk do të bëhej i mirë. nuk do të hitte hapin, nuk do të kishte shpresën për të bërë një njeri më i mirë. Por tani për shembull çfarë thot? Jam e gjërueshëm, bëj më shumë kujdes. Të bëj më shumë kujdes. Pra ai jep moral vetes. Ne dim shumë mirë, të gjithë personat të cilët kanë probleme me nuk lë dot alkoolin, nuk lë dot duhanin, nuk lë dot të tjera lëndë e të tjerë, domethënë, të gjithë që përpiqen që ta shpëtojnë nga këto vesesh, çfarë i thon? Jam në ti moral. Sepse i vetmi që mund ta zgjidhë është vetë ai person. Nuk vjen dot dikush nga jashtë, nuk i injekton dot diçka atij. Po është ai person. Ai person për çfarë ka nevojë? Radh para ai person ka nevojë për shpresë. Në radh para ai person ka nevojë që në fund të horizontit të dalloj pak dritë, që dikush t'i thoj, eja se këtu është mirë, shiko, hidh një hap. Do të vi hapi tjetër, dal nga dal. Pra ka nevojë për një mbështetje. Gjatë kësaj kohe ai do të ketë një luftë patjetër. Do të përjetojë, të themi, betejë mbase edhe të rënda. Disa prej tyre do të humb, disa prej tyre do të fitojë. Por ke një kohë nga mëngjesi deri në mbrëmje, ku ti mund ta shprehësh veten tënde që un kam dëshirë që të largohem. Ramazani është një mundësi shumë e mirë. Prandaj eja përfito prej saj. E këtë i themi patjetër njerëzve, sepse është ajo që Zoti i ka ofruar atyre, nuk është diçka që japim ne, sepse nuk e japin hoxhallarët, nuk e japin përfitirit. Është diçka që e ka dhënë Zoti. Atëherë ky muaj Ramazani është një mundësi shumë e mirë për çdo person që dëshiron që të lërë një vesë dhe që është i sinqert ndaj vetes së tij. Kush nuk do të jetë sinqert ndaj vetes së tij, pastaj ne le të përpiqemi të rritemi, s'kemi çfarë të bëjmë. E drejt. Tani tash plodhim pak bisedën dhe do doja të dija se si është dita e një imami dhe nëse mund të më thuash çfarë muzike dëgjon, çfarë librash lexon. Po, jeta e një imami që është i lidhur me xhamin në përgjithësi, ka pjesë të ditës në të cilën ai do të gjendet patjetër në xhami.
Një prej ditëve të javës që patjetër janë në xhami është dita e premte, sepse aty është edhe ligjërimi, i cili është një detyrim për imamin, por është edhe detyrim për pjesëmarrësit, meshkuj të komunitetit të besimtarëve. Ka faljet gjatë ditës që janë 5 herë në ditë, por ne bëjmë një shpërndarje detyre, domethënë që dikush është në mëngjes, dikush është në mbrëmje, dikush është në drekë, për një kështu më të thjeshtë, për një proces më të thjeshtë. Por unë jam i lidhur edhe me universitetin, jap mësim në Kolegjiun Universitar Bedër të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë. Besoj nuk përbën ndonjë reklam veçantë sepse është universitet tashmë i njohur i komunitetit ton. Dhe jap mësim në departamentin e shkencave islame. Kështu që një pjesë e jetës time detyrimisht patjetër del i flet njerëzve, do përgatitesh për një themi fjalim sa më të mirë, sa më cilësor. Por detyrimisht pastaj edhe nëpërmjet leksioneve është pjesë e jetës, pjesë e rutinës që të lexosh e të studiosh në mënyrë të vazhdueshme. Prandaj duke qenë të themi në këtë deri diku në botën akademike, një pjesë e mirë e leximeve kaloi me literaturën tonë klasike. Literatura tonë klasike është e bazuar në gjuhën arabe, sepse janë librat fusha ime është e drejta islame. Edhe ka një literaturë shumë të pasur. Ne kemi edhe lexime të cilat i bëjmë së bashku me hoxhallar të tjerë, imamllar të tjerë, duke bërë krahasim i literaturës së vjetër me nevojat e sotme të shoqërisë, sidomos të shoqërisë shqiptare. Pastaj një pjesë tjetër e mirë e leximit mirë është nga historia e Shqipërisë pas Perëndorisë Osmane, 12-ta e më pas, sepse punimin doktoral unë kam pasur në lidhje me këtë temë. Dhe historia e Shqipërisë dhe institucioneve shqiptare, këtu kryesisht të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë dhe të themi atyre institucioneve që shumë pak sot njihen, që janë gjykatat sheriatike nga 1915 deri në 1929, dhe pastaj themi zhvillimet historike deri në ditët e sotme, periudha e komunizmit. Përpiqem që të kem lexime të vazhdueshme nga autorë të ndryshëm në lidhje me këtë fushë, dhe her pas here pastaj si hobi për një periudhë të gjatë kam qenë shumë i fokusuar duke lexuar edhe romane të ndryshme në periudhën e mbrëmjes. Të them që në tërësi leximi detyrimisht është pjesë e jetës sime. Unë nuk e shoh edhe si një themi veçori të veçantë, sepse e kam detyrim nga puna ime, zërse punoj në momentin që unë lexoj. Por jam i pasionuar pas gjuhës shqipe. Përpiqem që të kem lexime në lidhje me gjuhën shqipe, të jem sa më korrekte, sa më i saktë. E kam të merr në momentin që ato emrat e përveçëm shkruan me shkronja të vogla, apo kur presja nuk është e vendosur në vendin e dur. Përpiqem që në këtë aspekt jem sa më i përgatitur, të themi, për veten time, por gjithashtu edhe për profilin e një hoxhe i cili është vazhdimisht në komunikim, në publik, vazhdimisht me njerëzit. Unë mendoj që këto duhet të janë, të themi, si rregullat më strikte të jetës, si gjuha, komunikimi, sa më saktë, sa më korrekte, me përkufizime shumë të mirë menduara dhe fjalë të mirë përzgjedhura. Përndryshe pastaj bëhen gjëra të lëmshme, domethënë jam i ide se gjithë secili duhet të qëndrojë në fushën e vet. Ndonjëherë edhe përplasim me këta kolegët tanë që themi që është X temë për çfarë del për atë temë, domethënë për shembull të zëm psikologji. Për psikologji duhet dalë një psikolog që të flasë. Për çështje martesës duhet dalë një person i specializuar në këtë fushë që të flasë. Ne të dalim të flasim për Ramazanin, të flasim për mirësi, të flasim për begatit. Gjithë secili duhet ta ketë atë fushën e vet. Megjithatë, Shqipëria është një terren që është në zhvillim e sipër ende, domethënë në zhvillim e sipër, disa gjëra i ndjekim nga mbrapa, por po shkon për mirë. Shpresa shumë e madhe që gjërat bëhen edhe më korrekte. Çfarë i mungon shoqërisë shqiptare në perceptimin tënd, domethënë besimi apo edukimi? Kur flasim për edukimin, patjetër që nuk kuptojmë arsimimin. Arsimimit shqiptari i kushton jashtëzakonisht shumë rëndësi. Mbase kjo është një traditë, të themi, nga edukat nga të pak të mirat që mbase na kanë mbetur nga periudha e komunizmit. Pra, duhet me i dhënë Cezarit atë që Cezari meriton. Duhet të themi atë që ka qenë. Atë që ka qenë. Nga ky aspekt është, të themi, pastërtia e cila ka ardhur nëpërmjet fesë dhe ka mbizotëruar, por gjithashtu edhe edukimi
arsimimi është pjesë e rëndësishme e jetës sone. Ende mendojmë që jeta mbase tek brezëterin tani edhe ka ndryshuar disi në fakt, por që nuk mund të ketë një jetë të shëndetshme në rast se nuk ke përfunduar një universitet, mundësisht të kesh bërë edhe një master, mundësisht të shkosh edhe më tutje. Kjo është gjë pozitive, është gjë e mirë. Por nga ana tjetër, kjo përhapja e tepërt tashmë ka reduktuar, ka ulur pak nivelin e edukimit. Kur flasim për edukim, atëherë bëjmë fjalë edhe për moral. Bëjmë fjalë edhe për sjellje, bëjmë fjalë edhe për komunikim të shëndetshëm. Për fatin e keq, kjo është në rënje e sipër. Edukatorët cilësor ne kanë nisur që të na mungojnë. Kjo është, domethënë, një nga defektet e sistemit të gjerë. Shikoj, e kam parashikuar një temë për arsimin, sepse është një nga çështjet që na vret të gjithëve, se arsimi është, le të themi, e ardhmja e një kombi, nëse do ta shuash një komb, shkatro sistemin arsimor. Sepse ti jemi realist, ti the atë që ti japim Cezarit atë që i takon, dhe realisht sistemi i arsimit në Shqipëri ka ndryshuar dhe unë mendoj që ka rënë disi niveli i mësimdhënies, ndoshta edhe për shkak të shpopullimit apo të emigrimeve të kohëve të fundit, por në fakt para se të vija këtu në studio bëra një kërkim në Google dhe mu duk interesante, nxora edhe disa pyetje për çfarë kërkojnë njerëzit më së shumti të dinë nga Islami. Nuk e di nëse je gati të bëj disa pyetje që i kam nxjerr. Po të shohim. Okej, a shkojnë në ferr ata që nuk falen por janë njerëz të mirë? Ata që nuk falen por janë njerëz të mirë, të qenë njëri i mirë është një pretekst shumë i mirë për të shpëtuar në jetën e përtejme, kurse aspekti praktik i faljes ka të bëjë shumë me njohjen. Pra, nëse e vutër e pak më parë, thamë që detyrimi i agjerimit ka ai që është musliman në radhë parë. Që ditë falet. Pra, që do të thotë që duhet të njoh, duhet të di, duhet të njoh përgjegjësinë e tij, duhet të di që këtë e ka detyrim. Prandaj ne përpiqet mos i përgjigjësojmë gjërat, por themi një fjalë të dërguarit të Zotit që është themi një kriter shumë i rëndësishëm. Zoti nuk shikon pamjen tuaj, por shikon veprat tuaja dhe shikon zemrën tuaj. Pra, ky është një orientim i përgjithshëm për mbar njerëzit, të cilët do të kenë një shpresë për të shpëtuar. Por, ne themi këtë, askush prej nesh nuk ka të drejtën që të gjykoj. I vetmi që gjykon është Zoti. Ne përpiqemi thjesht që të kumtojmë, ti transmetojmë në mënyrë sa më të shëndetshme mesazhin që ne kemi marrë prej librave hyjnor dhe të heqim pengesat mes njerëzve dhe Zotit. Këtë përpiqemi ne që të bëjmë. Nëse kalojmë pastaj në gjykimin që këta do të hyjnë, këta s'do të hyjnë, është sigurisht pronë jon, as parajsa, as ferri nuk janë pronë jon. Ne thjesht lutemi që sa më shumë njerëz të piqen e besimit, të njihen me Zotin dhe ndjekin udhën e drejtë. Pse gratë falen veçmas nga burrat? Ky është një proces, të themi, më shumë teknik. Pra, të themi që falja duhet të jetë gjatë faljes persona duhet të jenë të fokusuar në falje. Dhe në momentin që ka fëmijë, në momentin që janë burra, gra, kjo e shpërbën pak ambientin. Dhe gjithmonë të themi e njëjta gjini me ambientin e vet. Ky është një moment falje, është një moment predikimi. Ja vendosur këto kushte teknike, më shumë është për këtë çështjen e fokusimit gjatë adhurimit, mos ketë të themi të shkojmë mendja në vende të tjera, mos të tërheqim vëmendje gjëra të ndryshme. Ndërto ka nisin, siç e tham përpara, nga gjërat që janë të ndaluara deri te gjërat që janë të këshilluara. Për shembull, ngjyrat e shumta, zëri i lartë gjatë faljes, të gjitha këto për shembull janë të ndaluara në konceptin fetar. Prandaj aty bëhet një ndarje ku vendosen burrat, pastaj vendosen fëmijët, pastaj vendosen gratë. Fokusimi në adhurim është edhe më i lartë. A është e vërtetë që feja e ndalon muzikën dhe artin? Absolutisht jo. Feja nuk ndalon muzikën, nuk ndalon kurrë artin, por feja ndalon, si në çdo fushë tjetër, çdo element që të çon tek e keqja, çdo element që të çon tek negativja. Për shembull, ka një muzikë apo ka një këngë e cila flet për konsumimin e alkoolit, flet për, ku ta diun, për drogën, flet për
kjo këngë patjetër është ndaluar. Ka një këngë e cila flet për vlerat fetare, flet për vlerat kombëtare, flet për besën, flet për dashurinë, flet për vllazërinë, patjetër kjo është e pëlqyeshme, patjetër kjo është e mirë. Çështja është me çfarë e ushqen njeriu. A e ushqen atë me negativitet, për shembull sherr, rrëmuj, përplasje. Të gjitha këto janë ndaluar. Nuk është vetëm alkooli, apo dhe nudizmi. Po, apo edhe nudizmi. Çfarë do lloj gjëje që e ushqen njeriu me negativitet është ndaluar. Po gjërat të cilat e nxisin atë për mirë, i zgjerojnë atë botën atij, patjetër që këto janë pozitive. Arti, xhamia e Thembeut është art. Është çdo milimetër art. S'mund të jetë ndaluar fetarisht, domethënë. Prandaj edhe është thuhet, transmetohet si fjalë e bukur që Zoti është i bukur e do të bukurën. Atëherë ideja është që ky art të jetë i mirë, të jetë pozitiv, të jetë i shëndetshëm, të jetë edukativ, atëherë patjetër që është shumë i nevojshëm që të jetë në jetën e njeriu ka mesazhe të cilat ne xhallarët me 24 orë, 7 ditë javës të përpiqemi, çfarë jep arti me një moment, ne nuk e japim dot. Prandaj, ky duhet shfrytëzohet për mirë, duhet kanalizohet për mirë. Ka njerëz të cilët heqin dorë, pa pritur as në jetën e tyre, bëhet lajm filani ka hequr. Jo ashtu, unë kam thënë edhe në vende të tjera dhe janë kritikuar shumë që e kam thënë këtë. Por kjo kështu është, personat të cilët kanë aftësi të caktuara, kanë një zë të bukur, kanë veshin për muzikë, ata duhet që ta shfrytëzojnë atë për të treguar. Gjithë secili tregon botën e tij të brendshme, tregon edukatën dhe cilësinë e tij, dhe ai të tregojë edukatën, botën e brendshme fetare, myslimane, cilësinë që ai ka. Tash unë kam përgatitur dhe disa pyetje shumë të shkurta dhe do doja të merrja edhe përgjigje të shkurtra se jemi në fund. Të shpresoj. Patjetër. Pak e vështirë më hoxha. E vështirë. Nuk ka problem se besoj se kemi dhënë informacion shumë të shëndetshëm, qoftë edhe për artin dhe për muzikën tani që sapo e cekëm. Po do doja dia pak nga ana le të themi edhe njerëzore e jotja, por edhe imami i xhamisë të Thembeut. Iftari yt i preferuar. Iftari im i preferuar nuk ka dyshim që është me familjen time. Iftari im i preferuar që është edhe nga iftarët e rrallë për fatin e keq të punës. Megjithatë, çdo iftar është i bukur. Libri yt i preferuar ose libri që ke lexuar dhe të ka ndryshuar jetën, përveç Kuranit, Patjetër, Kurani është i pari, Kurani është ai që ndryshon jetën tonë, por libri që më ka ndryshuar jetën në mënyrë shumë rrënjësore është biografia e profetit Muhammed alayhis salam. Është e jashtëzakonshme. Unë ju këshilloj për shembull një Martin Links, është një vepër, kryevepër e vërtetë domethënë për jetën e profetit Muhammed alayhis salam, që nga ato që janë përkthyer në shqip, patjetër në gjuhë të tjera ka edhe shumë të bukura, por është një se si një njeri për 22 vite e pak mund të ndryshojë një shoqëri tërësisht të rrënjësuar materialiste, dhe gjatë kësaj kohe mund të jetë një baba, mund të jetë një bashkëshort, mund të jetë një shok shumë i mirë, dhe nuk i mungon asgjë, është jashtëzakonshme me këshilloj patjetër. TikToku, Instagrami, Facebooku, thash TikToku sepse për momentin është ende i ndaluar në Shqipëri. Po në fe është gabim apo argëtim? Në fe është gabim çdo gjë që është ndaluar. Pra, nuk themi që rrjetet sociale, TikTok apo X apo Y, të themi është i keq parimisht, por duhet të bërë shumë kujdes në përdorimin e tyre. Ne kemi fëmijët tanë, nuk arrijmë që t'i kontrollojmë dot në çfarë shohin, çfarë konsumojnë. Çfarë ata konsumojnë. Unë kam qenë i ftuar në një studio për rastin që u bë shkak për mbylljen e TikTokut, dhe jam shprehur kundër mbylljes së TikTokut sepse nuk është kjo zgjidhja. Ai ishte një masë e caktuar, domethënë. Por që a mund të çojnë në rrjetet sociale dhe atje, po besoj që mund të çojnë deri atje, deri në atë veprën shëmtuar që u bë. Çfarë mendon kur dëgjon ezanin? Gjëja e parë që mendoj kur dëgjoj ezanin është rikujtimi që ai bën që Zoti është i madh dhe që Zoti neve nuk na harron. Gjëja e dytë që mendoj patjetër që është namazi, falja. Tirana e vjetër apo Tirana moderne? E vjetër gjithmonë. Por tek moderne duhen parë edhe anët e saj pozitive. Por kemi humbur shumë nga e vjetra. Falenderoj shumë Elton dhe unë uroj që gjithë kjo bisedë të ndiqet nga fillimi deri në fund, sepse në Shqipëri si
si çdo gjë tjetër, edhe podcastet kanë filluar, kanë lulëzuar, çdo kush po bën podcast, por faktikisht unë bëj podcast për të dhënë një mesazh dhe për të dhënë një informacion të caktuar. Faleminderit për ftesën, uroj që të ketë kaluar sa më mirë. Kënaqësi që ishim bashkë. Faleminderit. Ne në iMedia besojmë se kultura dhe besimi janë ura dhe jo mure. Pavarësisht të nesër, nëse zgjoheni për syfyr apo thjesht vazhdoni ditën tuaj, le të jetë ky një muaj ku flasim më pak dhe dëgjojmë më shumë. Dhe besoj se kjo bisedë sot na ka bërë të gjithëve të mendojmë pak më shumë për tjetrin dhe pak më pak për veten. Agjerim të mbar të gjithë besimtarëve dhe bashkë shihemi në videot e ardhshme.